Pra me elektronik dhe kartona gjithsej janë 79, apo jo, 79. Vazhdojmë votimin e projekt vendimeve. Projekt vendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores Kuvendit të Republikës Shqipërisë të ndryshuar. Para votimit po lexoj projekt vendimin për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores së Kuvendit të Shqipërisë të ndryshuar. Në mbështetje të nenin 75 pika 2 të kushtetutës dhe neneve 55 dhe 117 të rregullores Kuvendit, me propozim të një grupi deputetësh, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi në vendimin e Kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të ndryshuar bëhen ndryshimet si më poshtë. Neni 1. Në nenin 19 bëhen këto ndryshime. Pika 1 ndryshon si më poshtë. 1. Kuvendi miraton në seancë plenare ngritjen e 11 komisionet të përhershme me emërtesat dhe fushat e përgjegjësisë si më poshtë. Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, çështjet e politikave ekonomike me përqasje ndaj tregut përbashkët evropian, buxhetin e shtetit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tij, marrëdhëniet e punësimit, lirisë së lëvizjes punëtorëve, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike, kodet dhe ligjet duke garantuar përputhshmërinë dhe zbatueshmërinë e tyre me standardin evropian, organizimin e pushtetit gjyqësor dhe raportimin e tij, administratën e pushtetit gjyqësor, administratën publike, institucionet pavarura në sistemin e drejtësisë. Komisioni për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes, çështjet e brendshme të rendit, organizimin e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe publike, organizimin e forcave të armatosura dhe bashkëpunimin ushtarak, çështjet e organizimit dhe funksionimit të pushtetit vendor, emergjencat civile dhe mbrojtja nga fatkeqësitë, shërbimet sekrete. Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, çështjet në fushën e arsimit, kërkimin shkencor, inovacionit dhe politikat e zhvillimit të sportit. Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale, çështjet lidhur me politikat shëndetësore, sigurinë shoqërore, familjen, gruan dhe çështjet për mirëqenien sociale. Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, çështjet të fushën e energjisë, burimet natyrore dhe biodiversitetit, infrastrukturën, industrinë dhe telekomunikacionin, rregullimin e territorit, tregtinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe çështjet për zhvillimin e qëndrueshëm. Komisioni për të drejtat e njeriut dhe midhet e informimit publik, çështjet të fushën e drejtave dhe lirive themelore të njeriut, çështjet lidhur me veprimtarinë e mediave autovizive dhe informimit dhe çështjet për garantimin e lirisë së shprehjes. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, çështjet e bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit, çështjet e zhvillimit rural, çështjet e kontrollit dhe garantimit të sigurisë ushqimore, monitorimin e zbatimit të politikave në fushën e bujqësisë dhe të sigurisë ushqimore. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, çështjet e kulturës kombëtare dhe trashëgimisë kulturore, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, politikat për ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor të diasporës dhe të pjesëmarrjes së saj në proceset politike dhe sociale në vend. Komisioni për Europën dhe Punët e Jashtme, çështjet e integrimit evropian, parafrimin e legislacionit me legislacionin e Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, mbikëqyrja e asistencës financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, monitorimi i negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, politikat e jashtme, marrëdhëniet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar si dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të strategjive, rezolutave, vendimeve dhe planet të veprimit të Kuvendit, shqyrtimi dhe ndjekja e nismave të qytetarëve dhe peticioneve, realizimi dhe koordinimi, mbikëqyrja dhe kontrolli i zbatimit të ligjeve nga ekzekutivi, institucionet dhe agjencitë e pavarura prej tij, përmes koordinimit të procesit parlamentar për kontrollin post-legjislativ, koordinimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Pika 2. Pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje. Pika 4. Kudo në rregulloren e Kuvendit, emërtesat e komisioneve të përhershme të zëvendësohen sipas emërtesës së komisioneve të përhershme në nenin 19.1 e këtij vendimi. Neni 2. Në nenin 20 pika 3 shfuqizohet. Neni 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Vazhdojmë me votimin. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi, 76 pro, 76 pro me elektronik, 79 me gjithë kartonat, pra 79 me elektronik dhe kartona, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë në votim nen për nen me kartona sipas variantit të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin. Neni 1 pro, kundër
abstenim, miratohet. Neni 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësim elektronik. Sa në gjithsej? Shtatë e 6 me elektronik, 3 me kartona, në total 79 pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet projekt vendimi në tërësi. Kalojmë te projekt vendimi 2, për zgjedhjen e zëvendës kryetarëve të kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi elektronik. Mbyllet votimi. 75 me elektronik, 79 gjithsej. Pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi 3 për zgjedhjen e sekretariateve të byrosë së kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 75 me elektronik, 79 gjithsej pro, abstenim 0, kundër 0. Projekt vendimi miratohet. Pika 4, projekt vendim për përbërjen e byrosë së kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim me elektronik. Votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 77 me elektronik, 79 gjithsej, pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Ju faleminderit, shihemi përsëri sot në seancën e orës 17:00.